Dërsa Allahu xhalla wala po të garanton, në qoftë se ul shikimin, edhe e ruan organin ton, dhe e ruan derin ton, po të garanton Allahu xhalla wala me të jap do gra tjera. Po çfarë në ato apo? Këto gra i kanë dy të mira apo, gratë e xhenetit apo. E para lam yatmithunna, si ka prek para kësaj here kurkush, as ins as gjin, kur si ka prek, as me dorë as me zyrë me kurrë. Njeri parë që ty tokë si e ke pa jeti. Allahu akbar, çfarë apo. Edhe dyta Allahu xhalla i ka thënë kanë qasiratut tarf. Qasiratut tarf, kur i ka përshkruar Allahu hyrit e xhenetit, ka thonë çka i bën kjo? Se këto gra nuk e shohin kërkon për burrave tyne. S'ka që kryen dynja apo. Çdo burr që dynja i shkon më në ka diku, ai thot vezvesë është, e hek mendimin, po i vjen ka herë se shetani ja cyt apo. Edhe gruaja çfarë thot? Po s'po du me në udhë bila me unë që s'ka të ndershëm, po si vezvesë, si cytje. Po pse kërkot me ushqimin pra? Shkak se ka mundësi me shkumenja apo. Nëse grave që i ka përgatitur Allah për ty në xhenet, me i këshyr 1 milion bukurosha, as ti më i bukur si duket si shkëmenja kur për kërkon veç për ty apo. Se çështo e ka programuar Allahu xhalla wala. Ti duhesh me dash veç ta, do kry punë apo. Qasirat at-tarf. Si shkon syni kërkon heq apo. Sa më këshyra thotë s'po kërkon veç burri jam kaka. Çi kjo është hyria apo. Kur s'ka prej këta, s'ka hangër ta, s'ka këshyrën ta, as aja kërkon se për veç teje. E ndrojnë njerëz për të softinat e mahallave. Për në ku jetë vlera, ku është nefsi, ku është kënaria, kënar, ku është qiltërsia, ku lëshmëria, ku janë këto apë? I kujton njëri para se me shikun këtë apë. Andë ata që i veç sytë e kam prejkë, e kam flishë, e mos klasë që e kam prejkë, thashtë edhe durth, e kam prejkë edhe në udhë bëlla dhe me mos klasë me që e kam prejkë. Që aty tanë ti bosh pjesë marë, që atë sofër. Dikush ka hangër me kome, dikush me dure, dikush me syje, dikush me diçka, çat tash aty rasti sytë aty haqet me të dikun, as është marrë kjo. As fletsinke, vallahi po. Gërdia kjo. Po ne besodash që i ka mat në krye dhe imanin në zemër. Tjetra radhë që ndihmon me ul shikimin vllai nderuar është ti jesh i bindur se nuk ka mundësi me depërtu shejtanit e ti nga se ty të ka mbyllë Allahu xhalla wala. Njëri është i mbyllën. Allahu e ka mbyllë njërin. Nuk ka hi se me hi shëllojnë të. Sun hin. Po më nej nuk mund me hi hyrje me ndikun zemrën e ti. Se e që qarkullan si gjaku, është qarkullin, po sun preka i kërkun. E ka të mbyllë, gjdo derë me hi, jashtë enë me gjakut e ka të mbyllën. Deri sa njëri nuk e qilë derën. I thët, mirë se vjen në zemrën time. Qysh ja qilë derën shetanit? Duke shikua pëse. Dhe njerës kujtojnë që anë dhe kja tash hene del, tash e bu Allah o laznijë. A dini sa njerëzve që kë shikim ju ka kushtu me besim. Një shikim ju ka kushtu me besim. Dhe kënë kohrat e halifeve edhe të lemave e mos tas për kohët e sashmaftë. Ibn Qayyim rahimullah thot në kohën e tij, para 700 vjetëve, 750 vjetëve që shukun e Islami, të në kohën tonë ka qenë një muezin i xhamis, i cili ka nejt gati gjithmonë xhamis. Një ditë ka hip minare, edhe i ka lëshur sytë në burrën e kryshis atje. S'është me këshirë. Ka nëjë se shikim të kemunit, kur që heq, pe këshiri pak, Allahu akbar, ma falë Zoti, apo, mirë, po i ka kushtu shtret këj besim. I ka kushtu shtret këj besim, apo. Ka zvit, qaq është lidh zemra ati, se ja ka qilë derën, ja kanë qitë shetani rëpt në zemrë. Qaq është lidh zemra ati për atë gru, ka zbrit, ka cakat në derë, ka one për du me të marë ty, qëfar dhe kohë qmimi, apo. Ka onë aje gruja unë smëj me dhonë vetën tem pa arë baba. Kur ka arë baba i del që jenë krishterë, që jenë musliman. Edhe thot, unë të allo qikën, po në musliman me si audho, apëton. Kur është me ndru besimin, apëton. Qka me bo, e ka qilë tër zemrën, sa lera atë shetani, me kondira mshel, e për zana, ma kur e kështi mrena, qka i bën? Qka i bën shpe hani tër matas, që në qetë, mundesh me usin me të, disat e ki dirë mshel, ja ke qilë dirë hini mrena, së një thush mu, mësë më merë të, sa e merë që atë dënë mu. E kuptove? Duhet me nëllë hanin mësë me i shpe, boni hini mrena, së një thush të hanin qërë ka dalë, jena marrë vesh me ma vje dhe shkëpucat, jo për qarapa. Kush ta që me hanë mirë të vesh njeri?
Kush të ka thonë ty që me shetan mirë dhesh njëri? Tani ata merë namazin, ambëlsin, ata merë në gjinimin, ata merë dhikrin, ata merë imanin krejt, tani mo në nuk dim. Tja ke qilë derën, tar shka merë aji është Zotin e rujta. Edhe më në u sillu të shpia sillu, a ju ka lidi, ka i të është në zemër, problem, ja ka qilë derën. Ka mu bëhet se bënu shkamas, sa vjetë dhe më izin të bënë gjamiz, më s'lasë për punë tjera. E tu fanë sa ftpare, kështu më radhë, edhe vendosë më bëhet qafera, në u dhe bila. Thot veç për i thëmë që veç sot jam aratia, thot, në u dhe bila, pe ishtë të syni, vlazni, pe ishtë të syni, e bon kabul me shajt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E me shajt Allahun me thonë se ka djale, ka grua, ka kështu më radhë. E me bëu këta, e me bëu këta. Edhe ende pa prek mira çika, pton ja merr Allahu xhalla wala shpirtin atë. Që sot Ibn Qayyim rahimullah. Pa kush për një guzon me bë eksperimente me hyrën e shtantë dhe me dalën e tij. Kush guxon me bë eksperimente? Kush guxon për një më shkuteni me thonë çera, unë jam musliman. Apo? Edhe me thonë sirbazi, hajt bënëm sihr ti mu. E tani kime pa sa i furtë më në çështë prishën sihr na punë. Kush e bën këtë punë? Sallallahu na rujt sa më larg. Ku e din ti? Shikur të hin mbranda çka bën ai me ty? Na zdim çka ndodh. Na lus me Allah më na rujt se buni hini. Tani mu vallahi nuk mundesh me ti me dirigju pasojat. Ti nuk mund që dej që tu dëmton e për të kësaj mos më dëmton. Tani mos mundesh. Prandaj duhet njëri me rujt derën që pesojhin shejtanave. Edhe e fundi se ka shumë, do më i dhon fund, e fundit vllazni është se ulja e shikimit të mbron nga dëshpërimi. Ulja e shikimit të mbron nga dëshpërimi. Tregohet njëri e kishte kthyer një gru shumë. Ose gruaja kur e ka paqë e pëlqeu ka thonë çka ki për Allah. Çe ke shumë syt. Ai thot është shikimi jam, çka ki më bëti me shikimin tëm. Kjo gruaja pasaj e ka recituar një poezi dhe i ka thonë, kuptimi i poezisë është arabisht kjo poezi, po dovesh kuptimi ja thonë, ka thonë o i shkret, mos këqyr në diçka që as unë e merr krejt e as unë bën sabër për asoj pak që e ki pa optën. Në gjithë nga zëpje. Dhe as krejt unë e merr, pa as unë bën sabër për asoj pak që e ki pa. Gjithë dëshpërimi, kur rahat zbosh optën. Pse po lakmon? Në mshelja dyrë dëshpërimit e lakmis duke ullë shikimin atë. Rruga për me konë zemra gjithmonë e kënaqur dhe e lumtur, larg dëshpërimeve, larg lakmive është ulja e shikimit. Wallahi çdo lakmi, çdo dëshpërim që ka ardhur tek njerëz është cila është shkaktar. Shikimi apo. Shikimi dhe mos ula atje ku do me ula atë. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka rujt sahabën nga galshimi i këtij shikimi dhe i ka thënë e para është e jotja. E dyta pastaj është hise e shejtanit dhe nëse seleksion. Në para çka në kupton e para? Duke ecë duke kthyer për para, mos murxhu për një me deni femën për para. Edhe çka është e para se ti e pe. Por e dyta tani më kthyer se hala për të kësaj do të më ul shikimin atë. Edhe me ato llojet e tjera shikime që nëse. Se ti normal ti duhet më kthyer ka pas ka vjen farkirri. Jo pastaj me lshu me kthyer çysh umrana, është ilkurës sa po shkoj ka e fara aty, asa 250 që kjo mandej do të më ul shikimin apo. Çe mos shqyr më. Sa shkon s'është problemi joti më apo. A kuptuat? I ka kështu gjithmonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sahabët e tij që më ndal pe kësaj apo. Mandi nganjëherë kur dikush pitrive, sikur se Fadl ibn Abbas, Fadli kon vllau i Abbasit, ibn Abbas, djali i Abbasit. Ka një grup me vetë pejgamberin se çka pa i ri kon, i ka thënë sy të këshyr ata. Se dha e kunere, kon shumë e bukur. Edhe vonë ka kop kryqë ka fill në ton. Në ton kështu. Në ton. Tonë praktikisht vetëm me dorë apo kthy kryq pa me fjalë. Po shkak të rrezikut, as ka thonë që këta janë sahabe, ky edhe me këshyr vëlla se ka vajzë, ku i shkon me sahabe sa thon. Ja ka kthy kryq, kthej kryq. Do sot njerëz thonë, po s'u shkon vëlla me një Allah. Allahu po thot ulë shikimin atë. Ai e din më mirë ku të shkon të shikimi se ti apo. Prandaj edhe dietarët e mëhershëm edhe muslimanët kanë pasur rëndësi të veçantë për shikimin.